Trabzonspori fitoi me rezultatin 2-1 përballë Başakşehirit në ndeshjen e vlefshme për javën e dytë të Superligës turke. Protagonist në këtë sukses të klubit nga Trabzoni ishte dhe sulmuesi i kombëtares shqiptare Ernest Muçi, i cili shërbeu për golin e dytë dhe atë më të rëndësishmin drejt Mohamed Salah në minutën e 48. Pas përfundimit të ndeshjes, Pogradecari u shprehe me elozhe për faktin se ndau fushën me një yll të kalibrit botror si Salah, teksa shprehu ambicjet për një sezon më të pozitiv me skuadrën e tij. Salah është vërtet një lojtar shumë i mirë, të luash me të është një nder i madh për ne. Të gjithë shokët e skuadrës ndihemi po njësoj. Duam të vazhdojmë aty ku e lam sezonin e kaluar dhe të ndjekim këtë ecuri. Kimia e Salas me ne është gjithashtu shumë e mirë. Shpresojmë ta mbyllim këtë sezon në një pozitë më të favorshme, është shprehur Muçi. Christian Aslani është rikthyer te Interi pas huazimeve te Torino nga gushti 2025 deri në janar 2026, 16 paraqitje, dhe më pas te Beşiktaş deri në qershor, 17 paraqitje dhe 2 gola, por nuk është pjesë e planeve të Christian Kivut. Qëllimi i menaxhmentit të zikaltërve është i gjejë një skuadër të re para se të mbyllet merkatoja e verës. Opsioni i Monzës u la minjer, por tani po hapet një transferim jashtë Italisë. Sipas tashëthemeve të fundit, Al Jazeera po ndjek me sfushorin e lindur në vitin 2002 dhe thuhet se ka filluar tashmë diskutimet me Interin në lidhje me huazimin e lojtarit të kombëtarës. Nga ana tyre, zikalferit po kërkojnë një transferim të përhershëm. Aslani vlerësohet rreth 10-12 milion euro. Zhvillimet mëtejshme priten në orët në vijim. Për Gabriel Kulën, e diela ishte një ditë e veçantë. Talenti i Shqipërisë u aktivizua në pjesën e dytë në humbjen e Sassuolos në transfert përballë Atalantas, sfidë e përfunduar me rezultatin 1-2 për javën e parë të kampionatit në Serie A. 18 vjeçari u fut në fushën e lojës në minutën e 88 pasi i mori vendin Kjaron Bojen. Kaq minuta kanë mjaftuar që Kulla të ngjisë dhe shkallët e vlerësimit, pasi Transfermarkt me përditësimin e fundit e peshon kartonin e tij në 1.4 milionë euro. Gabriel Kulla konsiderohet lojtar premtues për kombëtaren, ku me moshat 19 është aktivizuar në 10 ndeshje dhe ka shënuar 6 gola. Sivasspor është duke fituar përballë Manisas ndeshje e vlefshme për javën e 3 të ligës së dytë turke, me pjesën e parë që është mbyllur me rezultatin 2-1. Të dy golat janë shënuar nga sulmuesi i Shqipërisë Rej Manaj. Të parin lushnjari e shënoi në minutën e 17, ndërsa 20 minuta më vonë ka gjetur dhe të dytin fal një 11 metërshi. Moment pozitiv ky për shqiptarin i cili e ka nisur zjarr sezonin e ri, ndërsa e ardhmja vjon të jetë ende e paqartë, ku ekzistojnë edhe interesime nga klubet në Turqi. Situata e Anis Mehmetit në Ipswich Town është kthyer në një çështje enigmë, e cila nuk po merr ende një drejtim konkret. Çfarë po ndodh me mesfushorin shqiptar dhe pse ai nuk figuroi as në stol në ndeshjen që skuadra e tij luajti përballë Sunderland, e fituar me rezultatin 2-1? Kjo pyetje ushtrohet me të drejtë nëse marrim përbazë faktin që ai u afrua në janar të këtij viti tek Ipswich, ndërsa kjo lëvizje u mendua si një mundësi ideale për të shpërthyer. Mirpo, mediat në Angli raportojnë se fletëdalja e Mehmetit ka të ngjarë të ndodhë në ditët e fundit të merkatos dhe disa klube kanë treguar interes për ta transferuar. Bëhet fjalë për Wrexham, skuadër kjo që militon në Championship, ligën e dytë për nga rëndësia në Angli, e cila e përmend Mehmetin krahas sulmuesit të Millwall, Femi Aziz. Po ashtu, përmes fushori 25 vjeçar, ka interesime gjithashtu nga Birmingham City, Sheffield United dhe Derby County. Në rast se një prej pistave do të konkretizohej, për Mehmetin do të ishte sërish një hap pas, pasi do të privohej nga të qenit pjesë e Premier League për të luajtur sërish një kategori më poshtë. Sulmuesi i kombëtares U19 të Shqipërisë, Gabriel Kulla, ka debutuar që në ndeshjen e parë të Serisë A. Ai nuk e nisi titullar, por u aktivizua në minutën e 88 për Sassuolën në duelin që u mbyll me shifra 2-0 për Atalantën. Forma e mirë që 18 vjeçari tregoi gjatë fazës përgatitore ka bindur trajnerin Alberto Aquilanin për t'i dhënë minuta në transfertën e Bergamos. Një arritje e madhe për të lojtar, që gjithçka e ka merituar edhe fal paraqitjeve të bëra sezonin e kaluar me ekipin Primavera, ku u shpall sulmuesi më i mirë i kampionatit të kësaj grup moshe. Rivaliteti mes dy vlezërve shpendi në Serin B duket se do të vazhdojë edhe këtë sezon.
Ashtu si në edicionin e kaluar, dy sulmuesit po i përgjigjen njëri tjetrit në garën ku shënon më shumë që në javën e parë të tij. Steven Shpendi gjete golin të shtunën me Empolin dhe Kristiani është përgjigjur sot me një gol me fanelen e Cezenës. Në ndeshjen kundër Sampdorias, sulmuesi kombëtares shfrytëzoi më së miri një top në zonë, duke shënuar me kokë me një lëvizje prej bomberi që befasoi portierin dhe i dha avantazhin ekipit të tij.